që kjo është njëri ndër episodet më emocionale që keni me pa. Prandaj nëse keni zemrën e butë, ju kisha sugjeru me kthyer me shumë kujdes. Pse po e them këtë është se tema që kemi me diskutu është shumë e ndjeshme. Kemi me fol për fëmijët, për problemet që i kanë fëmijët, për bullizimin që ju bëhet fëmijëve, e shumë e rëndësishme kemi me fol edhe për zgjidhjet që mundemi me ja ofru atyne. Është sensitive se kemi me fol për fëmijët, e me kënë me fol për fëmijët ma mirë se sa me një logopede që i trajton problemet e tyne në të folër. Sot, bashkë me mu, është njëna për logopedeve më të mira që e kemi. Ajo e ka emrin Zyla. Unë i thëmë Zyla dhe pse është më e vjetër, për shkak se në shpirt është shumë e re. Është si një shpirt i lirë, kështu që nuk e ka problem me diskutu, nuk e ka problem me shpreh mendimin e vet, e nuk e ka problem me qenë shumë humaniste aty ku duhet. Prandaj sot, Zyl, mirë se erdhe fillimisht. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Qish po njëherë? Mirë shumë. Nderuar. Kisha thonë me qenë sa ma qetë, sa ma qëllë, kemi me bo muhabet kështu si dy shoqe në kone, që kjo është do me thonë qëllimi i kësaj interviste. S'kisha me qujtë bile intervist heq. Unë e po du që njerëzit kur të këshyrin këta me uni si kur janë të i këshyr dy persona të bo muhabet për çështje që në të vërtet janë shumë të rëndësishme. Sot, do me thonë të kena thirë me folë ekskluzivisht për fëmijët edhe për problemet e tyne në të folër. Po ti ke pa podcastet e tjera dhe din që unë jam pak provokativ si tip. Nuk shkoj bashkë qaq let. Kështu që, pyetja e parë që po du me të habo është cili është rasti ma i rënd i një fëmije që nuk e ke harru kur, që të ka me përjetu? Gjatë karrierës që punoj, kam shumë raste që i trajtoj. Shumë raste tash. Nuk po them shumë raste, po bajagi raste. Raste të ndryshme. Rasti prej rastit dallon. E kur është fjala për të folur, për komunikim, është pjesa më e ndihshme. E kur flasim edhe për fëmijë, edhe më e ndihshme. Çka kisha me veçu, e kam pas një rast, dy vëllezër, djali i ka pas dikun 3 vjet të gjys, edhe shumë pak fjalë. Do të çka e ke pyet me një rokje, ose veç me një fjallë, ose i ke thonë një fjallë, me ta thonë, ti ka thonë, do me thonë, veç fjallët e para, 2 fjallët e shkronjat e para. Edhe kom punu nështë një seancë, edhe qka më ka bu mu shumë djeshëm, shumë më ka emocionu, kër e kom një të thonë ama. Dhe të jo mundu fjallën e parë, dhe të fjallën e parë me nëzirë ama, me thonë, që është fjallë e parë është ama. Ama të nkun, a i vetëm 2 shkronjat e fundit me dhejke. Edhe qau kun shumë djeshëm kër im dalë para prindit me prezentu, dhe të nona ju më shësyt me ljatë. Ku tha që sa jemi të mundu, ose na nuk po di me punu, ose djali tha dhe të e ka për të ka marrë zemrën ty. Thash jo, kjo është punë e jonja. Unë që ka munduna dhe me thonë me bu një fëmi të barabartë me të tjeret. Ato munduna gjatë punët që e bëj. Sa mëj me arrit, këtë varet prej fëmisë. Dhe të të konë shumë pjesë e ndishme, kam shumë raste tjera të ndishme, po kjo konë një prej, dhe të kër e ke një me veshtë të tu, kër thët ama, dhe të të rashqet, dhe bënë mu një leksh, dhe qysh s'po di që me thonë, e ndjenë shumë se mjekësia është pjesë dhe të të emocionale. Sa je humanist, edhe sa mundesh me punu, dhe të qëtë pjesë. Po fresh, edhe gjatë kohës që jetu folë febrej që po të ndryshon zoni, se sidomos fëmija, që janë pjesë shumë sensitive. Unë që ta dhe i paralajmërova do me thonë shikus që kjo ka me konë njëni për epizodeve ma emocionale. Po, zakonisht, kur të folim për problemet në të folur, do me thonë mendohet, ose që kam bazë biologjike, ose që kam bazë, do me thonë zhvillimore, po, unë e kam një pyetje Zyl. A ka mundësi që problemet në të folur në fakt na tregojnë trauma në familje? A ka mundësi që një fëmijë që vjen te ti ka probleme të folën për shkak se prind i rrehen, për shkak se prind bojnë probleme, për shkak se prind shahen, ofendohen, mallkohen, thehen sene? A ka mundësi që një fëmijë ka probleme të folën se ka kushte të këqija ekonomike? Ajo dihet lirim, do të thotë nëse baza e shtëpisë të të dy prind, normal që jetën dinasti nuk e ka kërkosh. Çdo çift
mundet me pas përlamje të vogla, shtyhen prind për diçka, ose për fëmijë ose ka një arsye. Mirë po, kur është fjala do të thotë kur përlahen edhe fëmijët janë rritje në zhvillim. Baza e shtëpisë është domethënë është një bazë për ata i thojnë bazë e shtëpisë, themeli i shtëpisë. 2 prind, shembull për një fëmijë. Çdo herë do të me rujt veten edhe mos më u përla para fëmijëve, se fëmija krejt senet i regjistron. Çdo lëvizje të prindit, veç një përlamje ata me zveti ose një diçka që edhe ata në fëmijët nuk e kanë pa, do të e shohin që prindës po flasin edhe ata me njëherë ndryshojnë qasjen. Po mos flasim kur ka përlamje të mëdha në shtëpi, një fëmija që të zhurmat, rrahjet, do të thejnë sene, bërtasin shahen, edhe fëmiju normal ndodhë që edhe e ndalë të folur në krejt. Ajo është mutizmi selektiv. Po, mutizm. Do të thotë mutizmi selektiv, po edhe mbyllën fëmijët në vete. I kanë personat e selektuar. Shfaqet me një moshë, do me thonë, kur të fillojnë zakonisht me shkuën parashkollor, i kanë personat e selektuar, prej ankthit, prej si shfaqet, edhe do të thotë ose rrinë ma shumë me gjinin femrore, ose ma shumë me gjinin mashkullore, ose do me thonë ma shumë rrinë me motrën, flasin, mashlir, me vllanë flasin, i kanë do të thotë personat e selektuar. Edhe kjo e penalizon do të thotë për shkollë për fillim shkollës. A ki shumë raste këse zy? I kom pas një 2 raste që kanë përfundu me sukses. Kanë përfundu me sukses 2 raste me mutizëm selektiv. Një fëmijë e kom trajtu 2 vjet, do të thotë fillim, do të thotë ma pshej keme shkelem, nuk dhe keme bashkëpunu, nuk dhe keme fol shpesh herë, ka hi edhe nana në seancë me ta, deri sa ka fillu mu liru. Kom bisedu edhe me mësuesen e shkollës, do të klasës në pakt, edhe tha, nuk po mëson ata dhe të rhiqen, edhe normal që nuk flasin, se prej asoj mbylljes në vete që e kanë, ata nuk shprehen. Apo kupton? Edhe kom të mësuesen, tash të lute, motivoje, ofroje, ju e një mësuse, po një kosisht dëni me lujtë edhe rolin e pedagogut, edhe mu dalu disa fëmijë, se tash llogarit i ki 28 nxënësa, nuk janë të gjithë njëjtë. Ishe, cilët janë ma mirë, cilët janë pak stagnojnë në folur, në belbëzim, në mësim, ata duhet me i ofru mësusja edhe për me i shty për para. Jo ata që mësojnë ma shumë. A mundet zyll belbëzimi me pas shkaqe psikogjene? Për shembull, një fëmijë që deri dje ka fol mirë, sot e ka përjetu një traumë të tmerrshme. Ka ndodhur se i ka dek nana para syve, ose i ka dek baba para syve, ose e ka pa një dhunë, ose e ka pa një aksident, ose e ka përjetu një diçka që nashta e ka lëndu shumë. A mundet me ju shfaqe belbëzimi në qëse situatë? Po, mundet. Se belbëzimi, përveç që është trashëguese, është ankthi, stresi, frika, diçka psikologjike, çrregullim psikologjik, mundet me ardhur deri te belbëzimi. Do të thonë, në qëse situata, a duhet me çu fëmijën te logopedi, te psikologu? Po zakonisht fëmija referohet për te psikiatri fëmijëve. Pastaj psikiatri fëmijëve vlerëson. A duhet te psikologu, duhet te logopedi, apo ku duhet. Do të thotë zakonisht raste duhet mu referu te psikiatri fëmijëve, edhe me pas një bashkëpunim ndërprofesional. Tash, unë e kam një pyetje tjetër. Zakonisht, do me thonë, prind kur vinë te te, vinë me ankesa të qarta. Ose fëmija po mbelbzon, ose fëmija s'po fol, ose fëmija e ka qëtë problem, fëmija e ka qëtë problem, fëmija jam kështu, fëmija jam ashtu. A mund është te krejt nanave që janë të na këqyrë sot, se që kjo emision është i dedikuar ekskluzivisht për nanat, për gratë që kanë fëmijë, do me thonë me probleme në të folur. A mund është mja u dhonë një shpjegim të shkurt, të thjesht, sa ma thjesht që është e mundur, pse ndodhin çrregullimet në të folur, edhe a duhet me u shqetësu jashtëzakonisht shumë ato, apo janë probleme që mundën mu zgjidhë? Po tash, për gjitha nanat, tash po flas, përgjithësi për nanat që janë, fëmija me çrregullimet të folurit ndodh për një arsye. Do të thotë shpesh herë prind edhe neglizhojnë këtë pjesë. Valla më ka ga mu se deri vonë s'kun fol, valla i ka ga hallës se dojë deri vonë s'ka, edhe nona vetë, hitë më kanë qu kërkon për para, se në shtatë i kanë mshej fraset lere, nuk i kanë shprej, i kanë mojtë më shartë. Shpesh edhe logoped tashtë, kur shë raste për shamull, nana thujnë, e kum qu fëmijën te një logoped, e kum qu dikon më shef, kom lyp mos me pa dikosh të ju friguan para gjykimeve. Nuk do të më frigu, sa ma herët që e vrej fëmijën tanë, që diçka nuk është në rregull, në folë, nuk është i barabart, me fëmijët e tjerë intervena, dërgoje, edhe pse është fush
logopedia në komunitetin tonë, veç kanë fillu prind pak mu vetisu. Po prap hezitojnë, mos të mvrejnë dikush që e kom qu fëmin. Po janë vedisu ma shumë në shtanë qytete, po në fshatra? Jo, dikush të den. E kom marrë vesh qa është ky logopedi, qa është se e lexon, çka është, se nuk e dim, kanë qu, do me thonë, të logopedit, çka është ky, për çka është, motra janë pak shpjegëm, se nuk e di, do të mi tregu, do të thot edhe prindit, ose ka njerë vjen prej fshatra, vjen gjyshi, ose gjyshja, se babën e ka jashtë, vjen me nusën, edhe do të mja u shpjegu, do të thot krejt çka është edhe për çka jemi na. Fakt, çka punojmë na si profesionistë shëndetësor. Po... A ka shumë raste të fëmijëve sot? Kanë fillu me u rrit, bajagi, po prapë po të thëmë, para se me shku në këpsht, ose në momentin që shkojnë këpsht, i rekomandojnë te logopedi ose te psikiatri i fëmijëve, për me i dërgu. Ti po thu që kanë fillu me u rrit. Tash, nëse e bojna një deduksion logjik, nëse analizojna thjesht edhe logjikisht, i bjen që nëse që tash kanë fillu rastet me u rrit, o është një faktor që tash është të ndiku që të i rrit qëto raste, o ka pas edhe më herët, po thjesht një kun të mshefta. Tash pyetja jame është, ti e përmene që njerëzit turprohen me i qu fëmijët e logopedit e psikologu, kjo është një stigme përgjithësi e shëndetit të na, po nëse kanë fillu me u rrit rastet, a ka të bëjë me përdorimin në rrjeteve sociale, kompjuterit dhe telefonit e fëmijës, që nashta fëmija nuk po stimulohen me fol, edhe tani nuk po zhvillojnë aftësitë dhe komunikimit? Fëmijo në qoftë se ka një telashe ma të vogël të folë, do me thonë një çrregullim të vogël. Edhe tash prind po punojnë të ndita, nuk kanë kohë më marrë me fëmijë. Kur ja jep telefonin, ose ja lëshon iPadin, në moshën 3 vjet, fëmijo veç ka mu bloku atë, i blokuat rune. Aty nuk mundet me bo pyetje edhe mi kthy përgjigje. Thjesht i merr përgjigjet edhe i merr gjitha do të thotë ngjarjet i merr krejt të gatshme. Kur është me prindin, i bën pyetje. Është një moshë kur ata janë kurreshtar, çka është kjo, pse është kjo, a ma jep këto, për çka shërben kjo, pse më ul, pse më marr këto, për çka na vyn, po flasin për lapsin. Sani ma i thjesht, çka duhet me bo. Kur është puna te telefoni, fëmiju veç çka ja peshon pak. Ja peshon. Bile i kisha sugjeru deri mas moshës 4 vjet, mos mi qit mit para ekraneve. Mas moshës 4 vjet, mujnë pred mull, ka programe edukative arsimore, fëmija vish fillon mu pregadit 5-6 për parashkollor, mirë po nën për kujdesin e prindit. Ka tash gjithçka. Ki lodra, ki hapësira, ki materiale didaktike, mujnë mu shërby, ki me mosha, ki me muj, prend, veç mos me dasht. E ki pak shfrydzoj kohë, një orë jepja, pushteja fëmijës, hajde po marrojmë, hajde po bëjmë, jepi udhëzime, hajde, se sa një ma i thjesht është, hajde përshtojmë bukën. Pjata e mamit, pjata e babit, mi tregu qa është luga, qa është piruni, qa është thika, mere gotën, po pi muj, apo kupton, për çka është gota, me mësu që me hap shishën, që me mbyll, një kocështë e ushtran edhe motorikën fine, gishtat, apo kupton, lëviz shmërin. Po... As po merën prind mjaftueshëm sipas teje Zyl? Po merën, nuk thamë që nuk merën, po nashta s'po di bre, e kanë gjetë edhe mjetë tash, hajta uli para iPadit, para një jom lodhëse, po thëmë prapë janë vedisu prend. Janë vedisu, sidomos që vitin e fundit bajage pevrej që janë vedisu prend. Me njëherë po ju binë masë fëmijëve. Se tash do me thonë, kjo çështja e vedisimit është çështje që kërkon diskutim gjatë, kur do të me fillu vedisimi, se për shembull është jashtëzakonisht tragjike që ty më tar një burr 30 vjet me belbzem, ose është jashtëzakonisht tragjike që më tar për shembull një i rritun, një grua rritun, një burr i rritun me probleme në të folën, sepse i vjen që ato i kanë fillu më herët, e kanë mujt me u diagnostikue, me u trajtu më herët. Që i vjen që kjo stigma po ashtu është një faktor shumë i rëndësishëm që nuk i lën njerëzit me ardh te logopedi, ose te psikolog, ose te psikiatri. Tash, ti po thu që kanë fillu me u sensibilizu në rregull në qytete, po në fshatrat që kanë bu, në fshatrat të thella, që për shembull mungesa nashta dhe edukimit të mirëfillt arsimor, prind nashta me edukim jo të superior, nuk e din që fëmija i vet nashta... Nuk kanë mjaft informacione. Çka me bu me qëta fëmijë? A kanë shpresë këta fëmijë nëse vjen kur i bën 10-12 vjet e çrregullimet në folur i ka pas pi 6 vjete?
Unë kom pas raste që i kom pas dhe tëtë një 3 raste mbi moshën 30 vjetë. Një me belgzim, një me transplantin koklear edhe një vajzë të rritër me aparat dëgjimit. Kur i tregon ngjarjen, ajo me një fshat, e tregon ngjarjen qysh e ka humbë dëgjimin edhe nuk e ka ditë nana që fëmia ka humbë dëgjimin. Rastisht, e ka rrugën dikush për familjarëve, ka thirrë rrujtës për shkel kerrit, edhe vajza nuk ka një. Edhe shkon i thot prindit, vajza nuk po t'njin. Ajo shumë e vogël, me një fshat, shumë që po tuti fshatrat tela, edhe e kanë qenë në shkollë, nuk kanë ditë çka është logopedi normal atëherë, mendje kanë qenë një aparat dëgjimit në moshën, në klasën e 3 ja kanë vendosën vesh. Ka fillu vajza kapak, dhe tëtë, derisa i ka arrit qëllimet e veta, synimet e veta, këmbgulja, opjek, u zhvillu, tash punon me një kompani të madhe, edhe rastisht më ka pa në televizion, prindim të ratë, thot vajza jam nuk po dëgjon, a mundet me thash a mund me fol me vajzën, ta ju nuk mundet. Ato shku jemi taku, ka vazhdu trajtimin dikon 7-8 muaj edhe vajza është në gjendje të rregullt. Kur ma tregon historinë, do të thotë është shumë e dhëmshme. Se është dikon shumë larg, shumë kjo para, do të thotë ajo ka 30 vjet tash. Llogaret 2 vjet, 3 s'ka dëgju, e ka humb dëgjimin për shkak të temperaturës të lartë. Ajo ashtu. Thaj kep. Mas një ka belbzim, ai belbzimi e kam një belbzim, edhe ai është trajtu edhe ai baja ginekologjat, si jeton jashtë, edhe ai mirë shumë. Edhe ai që shumë ka pa në televizion, edhe ai të shumë i vogël për temperaturës të madhe, kam fillu me belbzu, ai e ka mendjen që ashtu, po në bazë historisë nona nuk tregon diçka përveç trashëgimisë që mundet me pas që e ka vllai vet më i madh. Po ky kur nuk e ka pohu, nuk e kom prek në atë pjesë, veç kom punu pjesën tam me i ndihmu. E nëse është trashëgimia, mundet me u përmirësu prapse prap? Ajo mundet vetëm me u rehabilitu. Po jo mu trajtu komplet? Mu trajtu komplet, kur të vitet maj madh ka mundu me menagju vetën. Të të kur del para shoqërisë, po kur së zhvon me shku te logopedi, me kërku ndimen, sepse shpresat kur nuk humbin. Ti me trajtu vetën, me punu me vetën, sepse përpara i kanë më shef raset, nuk kanë tregu, nashta ka pas shumë raset, por nuk i kanë tregu. E tasht, veç pak, që e vrejnë miun, me njëherë e dërkojnë të profesionistë shëndetësor, kërkojnë ndihmë. Tash, do me thonë, të gjithë njerëzit këto i kam pa podcastet edhe të kalumet, edhe që ata po i shojnë edhe 2 zarfa që i kamune këto, është zarfi i kuq edhe zarfi i zi, edhe që ka po më pëlqen mas shumë t'i përpebojna këtë treg, është shikimi i musafirve, që po ja nisin do me thonë pak me pas angë, se nuk vedin që ka është të shkru me në këto zarfe. Qëllimi këtyre zarfeve, do me thonë, është pak me shti musafirin siklet. Po jo me shti në i qka personale, po me shti në pyetje profesionale në situata me cilat të përballësh çdo ditë. Mas që ty në 2 zarfave, nëse i kalojna me sukses, e kena një dhurat për ty. Një dhurat që ta ka qu një person të cilit ja ke ndryshu jetën. A po ja njësi me zarfat? Po, pa tjetër. Do me thonë, që kjo është zarfi i kuq? Në zarfin e kuq, zakonisht shkrujna pyetje që janë ma të randa, po jo sa në zarfin e zi, po në pyetje do me thonë që në përdiqëmëri na i hasim, po ka njëherë bom kështë spinina, ka njëherë zgjedhje më smiu përgjigj. Për shumë peqeli, pelezoj shka shku në zarfin e kuq, dhe tani që të e kena një kuti që lidhët me përmbartjen e zarfit kuq. E dashur zyl. Nëse e ke hapë këtë zarf, nuk ka kthem mbrapa. Për para teje e ki një kuti, që kjo është kutia. Okej. Do me thonë kutia e paragjykimeve na e qujna. Për para vetës e ki një kuti, në të cilën gjenden disa nga paragjykimet më të liga, më të poshtra edhe më shkatruse që prindrit e fëmijëve me vonesa të folur i kanë dëgju për fëmijët e tyne. Këto fjalë janë të randa, janë të padrejta. Edhe shumë nana e shumë babalar i kanë dëgju në familje, në lagje, madje në disa raste edhe nga vetë mjekët. Detyra jote është kjo. Lexoje secilën fjali me zë të lartë edhe reago me sinqeritet. Fol si profesioniste, po edhe si një njeri që i ka pa këta prende këta fëmijë. Mundesh me tregu histori reale, mundesh me shpreh zemrim, dhimbje, shpresë, çfarë do që ndjen.
Qëllimi është që publiku me ndje peshën e paragjykimeve edhe me kuptu sa shumë unën mi lëndu këto fjalë prind edhe vetë fëmin. Mos ki frikë nga emocionet, ky është momenti ku duhet me fol në emër të krejt fëmijëve dhe të atyne prindve që s'kan pasë za. Nëse je gati, qykoj kutin, qelen, edhe mere një ka një, lexoje që ka shkruan, edhe reago. Ti si prind, je fajtor, pse fëmija yt nuk ka fol me kohë? Jo, njëherë, çka po ta merr mendja për që? Okej, me shpjegu. Po. Nuk mundet me konë prinde fajtor, pse fëmija nuk i ka fol me kohë. Prinde nështë ka dasht me dërgu fëmin, dikon, edhe me e trajtu, e mos me mbet fëmija mrapa si fëmijët e tjerë. Po çka nëse prindi nuk u marr me fëmin zyt? Çka nëse prindi, nështë edhe nuk e ka ditë ku me dërgu? Nështë s'ka marrë shumë informacione, nështë ka thunë hajtë se pe pres, nështë ta folj edhe pak pe presin, nështë ta folj, hajtë mës ta dërgoj, hajtë alo, hajtë nështë ta flasim në shpe, pasurojmë pak fjallorin, edhe nështë ta fëmija flet. Edhe të prit, fëmija ka bet mrapa. Kështë konsideru fajtor të një prind që veç ja lëshën telefonin dorë të fëmijës e i thotë merro Allah hile se më ke lodhë, që të merro me telefon? Po, e kësha pajsu. A është fajtor në qëtë rast që këtë? Po, fajtor është në këtë rast. Nëse jap telefonin edhe nuk miret me fëmi, është tjetër san, kur ti ka njerë nuk i ko lodhësh prej ditës, prej punës, prej angazhimeve që i keme. Ama veç hajtë, në porio në telefon, hajtë edhe fëmi për atë, e pjallu telefonin. Sa është një shprehun që kjo ide në ditët e sotme? Se për shumë, une personalisht, si doktor vetë, më ka rado me thonë me pa prind që veç, ja lem fëmis telefonin, qka të bo fëmija, qa vëlla që aty në telefon se s'peza gjume? Mere telefonin që aty rrehen këshër diqka. Këshër e naj video, këshër e naj film, a nuk e bujnë mend që fëmija gjithë shka i del aty. Sa në të frekshme, ose shpesh e thotë natën, kur vjen një prind gjatë intervistës, natën vëlla fëmija nuk më ka flajt, nuk më flan, po tutet natën. Kur ja ku marrë telefonin, shkon të këshyr diçka të frekshme. Se ha këshë telefonin, a ja këshyr këshyrja historin, hajde po do me lon telefon, ki YouTube Kids, hekja YouTube-en, pa i po shkën pijgjene po tranohet. Fëmija kanë pajtohet, qetësohet, le 30 minuta, kur gjë nuk i bën me qajt. Për para të thëshin plakat, nëse kanë 30 minuta, mi 30 minuta, le sa i zgjënuar më shmit, si të kanë, apo kupton? Edhe leje 30 minuta, mos ja plotëso dëshirat. Shpesher jo, po çdo herë prindi do të më mbajtë autoritetin ndaj fëmisë. Ti je prind, unë e di që këtë prindve ju dhimbën fëmijët, kush është ai që si dhimbet fëmija i vet, po në këtë rast si veç i bën dëm fëmijës tonë. Kur gjë ti nuk bën me këtë rast, veç e shkatron fëmijën tonë. Prap thash, mundohuni sa ma pak para ekraneve televizive. Mundohuni me punu me fëmijët juaj. Merrni temat sanet lira, lojra, puzzle, merrni kuba ndërtoni, merr domethënë diçka që stimulon fëmijët në folur, diçka që ja bën më interesant. Lunim shefta në shtëpi, del në bar, luj me top, bëni një basket në bar, mundohu me lujt me top, mundohu me nxit fëmijën ton edhe me fol, edhe me bëu më aktiv, edhe me zhvillu fëmijën. Apo kupton? Largoni rrjeteve sociale. Hajde vazhdojna me dytën. Shkojnë me dyta. Mos bëni drama pa lidhje. Ka fëmijë që nuk flasin deri në 6 vjet, nuk kanë kur gjuhë. Jo, deri në 6 vjet është shqetësuese. Mos me të folë fëmija deri në 6 vjet, dhe mos me dërgu dikon, është shqetësuese. E folura është mjeti komunikues, çelësi kryesor është e folura. Duhet me i ra mas fëmijët tënë në momentin që ti e vren, që fëmija jot nuk po flet, do të deri në moshën 1 vjet, as një tingull nuk peqet, ti merre me një herë edhe dërgoje te një profesionist. Pa e dërgu ti nuk mundesh veç prej vetit me fol valla deri, edhe unë s'kom fol deri në 8 vjet. Edhe nuk kom fol deri në 7 vjet, s'm kanë thënë që sa s'm ka gjetë. Ja kom nis kur jam shumë me fol. Ka që si arsye time? Absolut, e dërgon me një herë të profesionisti shëndetësor. 6 vjet, mia deri 1 vjet do të më thonë spaku mama, baba, ama, dada me fol me do të thotë me fjalë shkurta. Ama 6 vjet mos me fol. 6 vjet mos me fol, kjo është shumë shqetësuese. I kisha lut prend në momentin që sheni që fëmia, tash ki me lexu sa dush. Sa ja jap fëmijës e ka pe lexon vet telefonin. E lexon materiale, gjithçka që ty të pasuron për me ditë
për gjithë shka. Vesh me thonë pse që kjo gotë është shto, nuk është ajo tjetra me hi me ledzu edhe e gjeni arsye. E mos plasim kër e vrejnë të fëmija jëtë një ndryshim që deri në 6 vjetë s'ka folë. Momentit që të vrejnit që të fëmiju juj është një diçka që nuk po përputhet me moshën që e ka, me njëherë dlep kërka. Kërkaje një zgjidhje shka me bu, mos e le deri në 6 vjetë. Kur fillon me dërgu të një profesionist, fillon me punu, e shet qka ka fëmija, dhe të turit, a i pa përparu se lanë, nuk me të mrapa. Ndodhë që fjalluri është i barë për shpe, unë nuk po thëmës me pas gjyshe gjësh, është mirë me pas gjyshe gjësh në shpe, edhe sa ma shumë antarë është ma mirë, sa ma shumë fëmija të njën fjallë, fëmija e pasurën fjallurin e vetë. Amo nëse njën të shame? Jo, e shame ato të nga rujtë. Ajo, atë do të asë me diskutu. Heq, atë do të mas pari me qenë, familja do të me qenë e kujdeshme. Qka thot para? Qka po thot para fëmis me pas kujdes edhe nanën edhe, ose nana babën, nëse baba nanën, kur e këqyrë do të thot me një ndryshim të fytyrës, me njëra je vrenë. E nëse prend t'i bojnë diskutimet e tyne për lamjet, diskutimet për çështje ma të rënda para fëmis, a ndikon që këtë fëmija zyllë si pas të? Po, shumë ndikon. Unë e maj menë si fëmi, kur kishim diçka tash pe qesën vetën ta, pe të rëgojtë si njore, kur kishim diçka, kur kishim me diskutu familja për flasë, jo mu përja për një diçka që ish ma serioze, me folë për dikon, mas ata unë shkesha në oratet me plajt, para tetve, kur dheri sa e më rritë e madhe, nështë ajo më bonan, që ta është i kom kuptu do në gjarje që a i kom një, kur im konën si fëmi, e si kom ditë. Apo kuptan, zhërë familja do të me kone kujdeshma para fëmisë. Apo kuptan, ajo me njëherë do të thëtë fëmija, lyp me flajt me nanët, pëse rritët pak, lyp me flajt me prend, i shikan reagencat e tëne që shikan, do të thëtë ju laritet pak, adhe me e marë me të mi, se fëmija është krijese pa djallëzume. Fëmija e ke bo me qef, edukoje, mundohu mi adhon krejt ato qka i kite si prend për fëmijën tanë. Se është e armja jute. Vazhdojna me tjetrën. Qfar logopedi Allahile? Fëmija jëtë ka probleme në tru, që ata s'po fol mirë, s'mon me rëgbullu kërkësh. Qfar logopedi Allahile? Prap thash edhe një sanë. Në qofë se një prend e vrenë fëmijën e vetë, që diçka nuk po shkon që duhet, me të folër, me komunikim, me gjeste, e një, si cili prend e një fëmijën e vetë, veç kushtot, si cili prend e një fëmijën e vetë. Me njëherë dërgoje të një profesionist shëndetësor. Ai profesionist shëndetësor, psikiatër, neurolog, ai me kontrollat e ti, me examinimet. Examinimet e ti, ai ka me të rekomandu ku ka me shku. Edhe te unë si logopede, mos ta sjellin fëmijën me njerë të logopedi pa e rekomandu dikush. Sepse nëse e shë që fëmiju nuk është për mu, unë ka me kërku ekip multidisciplinare. Nuk po di që shme thonë. Do të me punu gjithë bashkaresht për me arrit që atë që dënë me dalë një fëmijë suksesshëm prej teje. Nuk ka diçka ma mirë, po flasë për vetën tamë, kur del një prend me një fëmijë jashtë derës, edhe do të thot e kam po me një ndryshim edhe del, ajo thot, valla si ka ardhë bre te te, shumë re u ka qelë goja. Unë nuk po flasë kështu me lavdu vetën, po është një shumë e mirë kur të arrit një diçka të një fëmijë. Kështu që dërgoni fëmijët, mos i neglizhoni këtë pjesë, edhe ata të rekomandojnë ku me dërgu. Edhe nëse e bjen të logopedi, e shë që nuk është për mu prapta, e dërgoj thëmë shkote, psikiatria, psikologu, merë vlerësimin e ti, mos e merë si po të thëmë të psikiatri që fëmija nuk është mirë se prend ka njerë dhe e marin, o vala, nashta nuk e tash, logarit me nga thonë dikush diçka që shë marim, ra i rrisim sanët menën tonë për vete po flasë. E mos flasim për fëmi që është pjesa ma e ndishme të një prend. Edhe momentin që ti thu, shqet e psikiatri, po mos e merë që fëmija, veç mja bu një vlerësim, di që shja zbut pak atë menjen, edhe fëmija prindi me njerë e dërgam fëmijën e vetë. Pyetja radhës, nëse fëmija yt nuk flet me ko,
do të thotë që është smur mendur. Jo. Vetëm fëmijë që nuk flasin me njëherë është i smut mendur? Jo. E ka një shregullim. E ka një diçka që këtë e pengon të folur. Nuk është shregullim mendur, nëse nuk është e kini, unë thash prap, për mes egzaminimeve e din çka ka fëmija që ka orë deri te që kjo që së letë. Fëmija, nëse nuk belbzon, nuk flet me ko, nuk qesh, nuk emocionohet kur e sha një person të huj. Ju ka ndodhur të gjithëve në shah, kur e ke pa një fëmijë familjarëve, një bebë, o mësu me familjen e vetë, ka orë një i huj, ja ka njës me qaj, se se ka njofë kush është. Dhe të të belbzon, mas moshës 6 muj, fillan dhe të të me etapa, me faza normal, atëherë fëmija është normal. Po nuk i buni në njënën prej këtëne, atëherë duhet me dërgu të profesionist. me njerë, mos pretne. Ashtu me pyetjen e fundit? E fundit. Badihava veç muno është pa lidhje. Hup ko e pare katë në për doktora e logopeda. Fëmija jotë nuk ka me u bo kursit e tjeret. Kurs ka me arrit kur gjë. Është i prapambetën. Leni para gjykimet e njerëzve, o prend. Mos i ndigjoni të tjere qa plasin. Mos diskutoni, shkenca ka përparu. Ta është krejt gati se punojnë. Burr edhe gru. Për para ka punu burri, gruja ka në shpe. Ka pas ko më marrë me fjallë. Dhe të kam shef, në shtafmine vetën në dhomë, kër e ka pas smut e kam shef me qëtë marrë këshia mus ma shef. Ose ka ndodhë, për shamo, dikosh, dini ti që ajo shpia është një fëmijë smut, kër gjënojt nuk e qesin jashtë. Leni para gjykimet. Mos i dëgjoni të tjere se çka flasin. Nuk duhet me u shpresat kër. Ti bënja mundin si prend. Qysh të mund është bënja mundin? Shpresat nuk humbin. Diçka pa u përforcu nuk e len. Dhe të të bëne mundo me bo fëmin me e zhvillu. Për të ardhmen e vetë. Ti je njëna ndër mësafiret më të mira që e kemi pas nëjherë. Dhe me thonë, mesazhet jetu i dhonë qatë të mira, qatë sensibilizu, se sa që unë menoj që ka me konë i lumë tërë edhe krenar, se të cili njeri që ka me ngu që to, se mu po mdo këtë sikur me ngu një ligjerat, po një ligjerat të thone, për një personi në gjuhën që na e kuptojna. Mës mi hi termave, mës me hi, do me thonë me shpjegu teori të thatë që njerëzit nuk e marrin vesh, jetu folë qaq mirë, sa që unë e po impresionon në të dëngu. Faleminderit shumë. Po. Tash, kisha dasht me kalu me një sfidë tjetër, nështë ta me thonë, e cila është kam tut edhe mu pak. Është kam tut se është një ngjarje e vërtet, që e kanë marrë dhe e kanë shkru djemt e regjiz të një fëmije që e ka qute faqja jonë. Kur kemi treguna, do me thonë që kemi logopedën, e kemi bo një postim, edhe në ka arë një letër prej një fëmijës që ka kërku diçka piteje. Që shumë kanë thonë, është njëna ndër letrat ma piklluse, ma të mërzitshme që e kanë lexu ndonjëherë. Që unë nuk e kom pas, se kom dash të dhoni mi pas emocionet njëjtë sikur se ti, po qëta që jam ka kom angth pak para se mja nis me lexu. Dhe unë kam thonë që qëto është një sfidë, diçka që ai ka kërku prej teje. Ta shohim. Që unë e pe lexoj, Okej. ti nga je me vëmendje, Okej. na i kemi tregu do me thonë që Zyla është logopede, kemi tregu do me thonë në faqe, edhe na e ka shkru këtë letër. E dashur Zyla, unë jam një djalë 10 vjeçar. Jetoj me nanën e me babën tem me një dhomë të vogël e të ftohtë. Nana jam punon si pastruse, por paret shpesh nuk na dalin as për bukë. Baba jam pen raki natë për natë dhe shpesh e kom pa nanën tem të shtrime për tokë, të mbulume me gjak si e dekun. I kom pa edhe shishe të alkoholit u thy për mure, kom një bërtima, të shame, mallkime, ofendime, hala pa e mësu çka është dashnia, hala pa e mësu çka është dashnia, e kom mësu çka është duna, vujtja, prandaj jetoj me frikë në shpirt. Shpesh flej pa hongër bukë. Ka njerë s'kena çka me hongër e ka njerë kur kena nuk më hahet.
Shpesh flej tu im lu vesht me dur që mës me një babën tu e rrej nanën. Edhe mu m'kan rrej. Durët që jë ndashme më përqafu m'kan përgjak. Disa herë bile. Në shkollë shkaj me robat vjetra e me këpuc t'lakta. Shokët nuk kanë qef me ullë me mu. M'kan thonë kjo është i smut, kjo nuk din me folë. Është e vërtet, une nuk folje. Ama jo se nuk di, jo se jam i smut, jo se s'kam që ka me thonë. Po se qdo fjallë m'do këtë të rrezikshme. Se cila fjallë që më i me thonë, m'do këtë si kur ka me izbulu sekretet që une i kam rana. Jeta dhe i tash m'kam su veç vujtje, pse me folë, ama jep dikush një arsye. E dashun logopede, unë jam veç një fëmijë, po mbrana kam frikë të madhe. Nuk mëj me flajt kërqysh, nuk mëj me flajt natën. Shumë herë menoj që kom e dek i ri, nashta dhe dona me dek. Prandaj t'lutna, këqyre kamerën e imagjina si kur jetu më këqyrë mu, atë djalin e vogël me flokët bardha e me sytë e kaltër. Edhe thujëm diçka që m'jep shpresë. Thujëm që jeta jam ka më bo ma mirë, që ditë ma të mira kanë me ardhë, se unë zemrën tem kam hala ëndra, edhe pse çdo natë jetoj me frikë. Edhe nashta, veç atëherë, kom ja nis me folë prapë, po e pres me pa durim videon tone, kom jëngu fjallët e tua me shumë kujdes. Ta me thonë boni shumë më emocionaj. Vështirë është me i qitë fjallët. Mundohu me e mbështetë nanën tane edhe mos i humbë shpresat, po ti je një djalë i ri, ti e ki jetën përpara, nuk do të thotë që vetëm te ndodh ky sen, ndoshta ka shumë vena që ndodhin, e na nuk e dim. Mundohu me mbështetë nanën, mundohu me e motivu vetën tonë. Ti nëse i beson vetës edhe motivon vetën, ti ke me arrit me folë, ti ke me arrit me mësu, ti ke me arrit me punu edhe me i dalë zot nanës edhe familjes tane. Unë e ndjeva shumë keq, dhe të thotë tregimin që ai e ka, ose letrën që e ka dërgu, sa që nuk ka nalë edhe e fullura, ose edhe zoni s'po m'dalë, se shumë u preka. Nështë ka shumë raste tjera lirim që na nuk e dim, edhe qysh me i thonë me shku te logopedi edhe me bisedu, sepse ky ka nevojë edhe për psikolog, edhe për logoped, edhe me motivu në këtë pjesë. Qëndroj nanës afër, mbështete nanën, jepi shpresë vetit se ki jetën përpara, edhe kur gjithçka është e pamundër, mos mendo që ka mu bo, do të thotë që nuk ka mu bo në herë, do të thotë një diçka që mendon ky që s'ka mu bo e mundur, ka mu bo nëse e beson vetën e vetë. Po është që si rastet të ngjajshme kemi një vazhdimisht. Do me thonë, shoqënia jonë është një shoqëni ku nashta viktimat janë njerëzit që na i përndjekim mas shumëti. Do me thonë, janë nashta persona që na i kuptoj mas pako, edhe profesioni jonë tregon që kur takomi me kësi fëmijë, se halojmë tutër qetë, kur takomi me kësi fëmijë, do me thonë që kanë që si përjetime, ka njëherë menoj që viqe harrojna sa pak ja dina vlerën jetës. Shumë më ka emocionu, nuk mujta as me i lidh fjallë që fort u preka. Ngjarje shumë e ndihshme. I tregemi ndihshëm që si. Unë që ta po thonë, nashta shumë mirë që këta na e bënëm për me e ledzu se na ka mundësu me pa një anë tjetër të hjekave që i ka njerëzit. Se na kur e kemi një problem, nashta menojmë që na jena vetmi që e këna një problem dhe o zët problemi që e kam unë jetën ma kanë zio që shkom e kam një problema, kam një gajla, e kam një stresa, po të njëjtën kohë e ki dikën që është të e përjetu qëta. Tash,
Unë e menoj që ti si figurë je shumë e mirë, domethënë se u vrejt për mënyrës që reagove. Edhe tash që Ma ka humb thash edhe s'mujta me qitë fjallë prej gojës, se shumë më prekin ngjarja që më tha. Unë thash nashta ka shumë e na nuk e dina. Halo ka shumë e na nuk e dim. Dhuna në familje është shumë e keqe. Ajo të shkatërën. Edhe fëmija mas keqe për jeton. Fëmija është ai që mas keqe për jeton. Dojtë me rujtë fëminë. Dojtë me rujtë. Fëmija është i shajt. Dikush nësha me nëzirë krijon në fëmijë, me nëzirë banë. Po ti jepja krejt ati fëmisë. Mundohu me ku një shambull i mirë për fëmijën. Atë sa ki mundësi. Po shpesh edhe prindi del edhe me shka njerë të ta vesh me dojnë pilkurës ta. Po po më si jap dhunë bile. Po dhunë më si jap. Po tash nuk mundesh me i vedisu ata prend. Se ata që shtoj të babalartë. Ajo të alkoholi është tani ma i keqe që unë të mendoj. Tash, për me të ndrejq pak ditën, mas që saj, e kemi kontaktu nanën e një pacientës që ti e ke trajtu, një qikës vogël që ti e ke trajtu, edhe ajo, qatë shumë që ka pas respekt për ty, ta ka qu një video, veç me zo, se s'kena dosh me qik me ftyrë për shkak të konfidencialitetit, ta ka qu një video, edhe ka dosh me të thonë diqka. Okej. A je gati me një? Me nëzis po prasë. Apo tu të shafet pas? Jo. Dhe më thonë, kjo është një video që na ka ardhë neve, masi që i kena kontaktu. Regull. Edhe, që kjo është që ka thënë? Përshëndetje, jam prindi një vajze, ku vajza jonë ka pas problem të folën. Vajza është 5 vjeqare, dhe në moshën 3 vjeqare, as edhe një fjallë nuk e ka thënë. E kem qute shumë leukoped, po as një përmirësim. Sot e 2 vjetë, qika jonë vazhdan për me shku të leukopedja zyl, dhe jemi shumë të knasë me ta. Jo veç për punën, po për dashurin, respektin edhe të gjitha të mira që i ka. Falet Zotit, edhe leukopedës zyl, vajza jonë sot i kërkon sandet, i din, fol, i bën të gjitha, si fëmijët e tjerë. Dhe asnjëherë nuk i humbëm shpresat për një leukoped, si leukopedë zyla. Kosova ka nevojë shumë, ama shumë, për një leukoped tillë. Se ka shumë leukoped, po nuk po kanë sukses. Dhe deshta t'i urej fat, shëndet dhe të mirat e botës për leukopedën zyl. Faleminderit që je, faleminderit që ekziston. Të duam shumë të edhin që ka bën ti për neve e na nuk muj me bo për ty. Të duam shumë dhe të përqafojmë. Ata të Ju dua adhon juve, shumë. Ata të emocionove, a? Shumë. Emocioni mirë. Thash pak ma herës. Faleminderit për befasin që ma keni bo. Me emocionoj shumë edhe mboni më një shumë mirë. Edhe ma herët e ceka. S'ka ma ndjenje mirë kur del një prind prej derës, të falenderu se kur e sheh një fëmijë, një shkëndim atë voglin që e ke arrit. Profesioni shëndetësia logoped është profesioni ma i ndishëm. Unë e mendoj që shumë i ndishëm. Sidomos kur ki dë bëjsh me fëmijë të vogël. Të thot edhe e arrit ato se ti e përfundon një fakultet, ti e përfundon për me arrit një mision tonë, për me arrit një sukses të një fëmijë ose të një individ i cili vjen edhe të kërkon ndihmë. Me ka apet pa fjallë thonë. Unë e mendoj që kjo video është përshkrimi më i mirë i personit që je ti edhe e asaj që ka bojnë të gjithë njerëzit që merren me shëndetin. Na e kanë bo me qëllim, veç për me ta dhënë një vlerësim më se të merituar. Se njerëzit për shembull thojnë, njerëzit nuk e kuptojnë një sen zyl.
Për shembull, ti ke më shumë eksperiencë unë në profesionin shëndetësor, po unë me çaq eksperiencë çka kam që jam hala i ri, do të thonë njerëzit kom një shpesh që kanë thonë, hajtë se e paguam për atë punë, hajtë se adin marrin pare nuk jetu e bu për falë. Ama ata nuk e din, çka është do me thonë ti me shku prej klinikës në shpjetonte, e mos më tu hek pi menjës, diçka që e ke një ose diçka që e ke pa. Unë e kom pasur edhe shumë, do me thonë, punë me shumë doktoresha që kemi mi thirë në epizodet e ardhshme dhe, do me thonë, mënyra që ato i tregojnë ngjarje, do me thonë, mënyra që i rrëfejnë, çka nin, çka shohin, sidomos kolegët e tona në psikiatri, është qaq të rëndësishme sa që ka pas raste kur ju kom thonë, por qysh mundesh me flajt? Qysh mundesh me flajt mos i keni diçka të tillë? E për çata, kë falemnderim që primarisht është për ty, në esencë është për krejt ata që merren me fëmijën. Se s'ka profesion më të shajt. Për ty, jo rrogën që e merr, po 1 milion euro më ta bo rrogën, unë nuk menoj që kish pas impakt, sa kanë çto që ti thanë, dhe sa ka një buzëqeshje, një falemnderim i përzemërt i një fëmijës që ja ke ndryshu jetën e një prindit që ja ke lecu jetën. Profesioni logoped është sfidë. Është profesion që ti ki me dhunë krejt për vetës tënde, veç me fituaj besimin të te. Në momenti që ai ka me fitu besimin të te, ti në fakt e ki një autoritet për balti, po njëkohësisht si mësuesja ati, për mëson, do të të stimulon, edhe aje një në vetën kur flet, dhe ati do këtë interesant, ose ushtrimet kur ja bëni vjen interesant, kur t'ja ushtron shkruan cilat i kemi anëzirë, të menoj të pjesa artikulimet, i vjen interesant, do të të aje thot ndryshe, ti e një ndryshe, aje të ndryshe, po ti do të me thonë qashtu që duhet, kur i thu ti, i vjen interesant, ta një vesh munohet, hajde që shpja bojmë vetë, do të bëm përpjekje. Është pjesa ma sfiduse që ti ki mu sfidu para një individit. Me bo, do me thonë, me dhonë kërejt për vetës tënde, për me arri që ato që pëtën. Na kena arë në fund të emisionit, edhe që kësha dosh prej teje tash, mas këtë këtyne emocioneve, keshume, kajtume, do me thonë pisha dhe këta mrapa kamerave, jonë kënë të kajtë. Cile kish me konë mesazhi i fundit që kimi avon krejt prindve për fëmijën e tyne. Çka mendon që duhet me ditë se cili prind? Lexoni më shumë, mesazh për prind, meni lexoni më shumë. Mos e neglizhoni fëmijën e juaj. Me marrë shembull vetën, ose hallën, ose tezën, ose dikon tjetër prej familjes, po dërgoni te profesionisti shëndetësor. Bjerni mas fëmijëve t'juaj. Kushtoja një rëndësin edhe një fjallë më të voglën që e thëtaj një gjest, kushtoja rëndësin edhe respektoja ato. Do të thotë mesazhi jem është për prindërit. Faleminderit shumë Zyla, jemi shumë krenar që e kemi dikon sikur të mesin tonë. Kjo nuk është videoja e fundit, tash njerëzit kanë më të pasur shumë më shpesh. Faleminderit edhe një herë për krejt fjalët, edhe më rëndësisht mja faleminderit për emocionet që i kanë dhënë me neve. Faleminderit për juve që më keni ftu, ishte nder dhe kënaqësi, u emocionuam pak, qysh është do të thotë pjesë e ndihshme, po me rëndësi është që unë kalova shumë mirë në emision, edhe gjithçka ke e përkrime. Faleminderit shumë. E për juve që na keni kqyr, mesazhi jam i fundit është që sa dhuroni dhunë, është shumë më mirë me dhuru dashni. Sikur që shepon videon e kalume. Do të thonë, faleminderit edhe një herë që na keni kqyr e dujeni njëri tjetrin sa më shumë.